Unë s'jam dakord, kam bo një video, me qenë se mi ke ndjek, me qenë se mi ke... Am the mu, po qysh po më thu mos fal përgjithësi, am the ti mu pse ke mbrojt, unë thash kur se kam mbrojt. Po ty a the tash më pëlqen Gerta, sa e theme? O, mu më pëlqen për karakterin që e ka dhe për lojën që ka po brenda mu më pëlqen Gerta. Tani, me qenë se i ke pa... Më pëlqen Gerta në Big Brother, më pëlqen Loredana, është njeri ma pozitiv që ka pas Big Brother në herë, ka qenë Loredana. Por, kohët e fundit, 2 javë e fundit, 3, në mënyrën se qysh ka argumentu edhe është nëzirë për situatave që kam pas me lanë në balt, mbi Rozane në më ka pëlqy mënyra qysh aje ka mbrojt veten edhe ftyrën e vetë. Po, nuk do me thonë që unë e pëlqej ato, jo, karaktere, edhe mënyra e të lullë më ka pëlqy e Gertës. Tani. Tash, edhe mënyrën qysh Gjesti i ka provoku banor, që i qatë pej kontrolon edhe me ty jena kontrator bashkë kur këmë thonë. Për disa situata, se qysh i provokon banorët, halali qovë, ca e loj për me provoku, është edhe mi nëzirë, nuk o lire e nëzirë me zartëzi, a me zartë barë. Ideja është me qitu jashtë. Po pa tjetër, tani, me dy gjo pak. Tani, me dy gjo pak. Mënyrën, qysh a i përdor femnat, edhe je full për moralin e femnas nuk më pëlqen, po, situata e mramqit është me rrushme. Pa tjetër. Se mas poni vjen me prim bes, aja ka zgotë dorë, unë e kom njësot e kom këshy non-stop, se nuk du me full palidhje, se nuk jum kanë të këshysh live. Aja kështë zgotë dorë, njën me njën në dorë e ka moj, të e qilë deren, do të shëni breqë si farë... Që ato së më minalë. Njën e non e ka moj deren, mja qenë një non mja dhon doren. Edhe tu ja dhon doren ti miroj, bjen që ti e prin bes njeren. Po, është e vërtet. Rrezikshmëria më e madhe është, jo vetë që ka ai një shej në sy. Është që ai ka me kry mrapa murit, mundet me pas gjakdirë të mrenshme, edhe nuk është gjakdirja mrenshme që ka lënë sëd. Tani, o Gjeneta, na lupak. O Gjeneta! Tu e prin bes. O Gjeneta, do ndalosh pak me motër. Tani, se po na flet ne si kur po mbrojmë, kena bo, shiko, se kur fola sot me menaxherin... Fal, kanë dygovi fëstret, Lea Ruper. Po, Lea Rupa, tash ti edhe njërë. Tashi, kur fola sot me menaxherin, i thash një gjo, unë i thash, nuk kam nevoj mo me diskutu mo gjestin e mramshëm, sepse e kam bo video, e kam hedh, e kam dënu, jam kundër dhunës, kam qenë kundër dhunës, kam qenë kundër fjalis që i ka thonë që në fillim ai muhabeti i shkinave, budalliqe nga këto, pra jam kundër këtyne gjonave. Dhe këto se jam vlenë më mi diskutu hish, sepse nuk jena gjithë kundër kësaj gjos. Se ti na flet neve si kur ne jemi pro asaj. Juli, unë e me ty s'kom po skorë, na kena ndryshme mbi disa situata, po te din që në ty të kam shumë gjanë edhe kom shumë... Jo, e di, po flasim për situatë. Po një gjorje të mbrëndshme, që unë e mendova që Rozana, ka me reagu Rozana, Laerti, Egili, edhe ajo, produksion, që është a i reagje ma shtë? Tani, mos kujt... Miguel, kjo është me i hedh benzin zjarit kot, sepse nuk mund themi që këta të tre s'kan reagu se i ka pëlqyer e gjë. Nuk thuhet kjo. Për mendimin tëm. Nuk e them që ju ka pëlqy, po ti në qofë se automatikisht... Pa, është një moment... Automatikisht me reagu, në që ato momente, kur ti eshe një njeri në tokë, prej një njerit idiot, qëtrim normal që ti reagon, po të pilë, unë e vetë femën jam, në ashtë adhe mund kishë ronë tokë. Moj ke dhe, pa është një moment... Se po të ndërhim a pak që tu, të më strina po të pak të mbile me shtuar, jo mi adhon dore, mi thonë të më falim derit. Moj ke dërsa ja të mrena. Lenit flasin tash, lenit flasin. Po, adin që është situata, ti edhe Juli e keni provu ndjenjën që është me qenë t'izolun, edhe unë mendoj që ai ka qenë thjesht reagim në afekt, do më thonë janë shoku edhe nuk kanë mujtë qysh me reagu ndryshe, se janë thonë vetë shoku. Bravo, fix. Se që shoku, ataku, manifestohet në format të ndryshme. Pas një minutë e kena parë zonën të i pruakull gjestit. Do më thonë, nuk mujnë ata shmi paragjyku, se për shembull ai moment edhe për neve në përshpia u kanë shok. Kena me. Më falë që për në prej veç a më nëshme nga të argun veç mas një orë që ka bu, më falë që ndrejt shumë, edhe vazhdo, veç që ka bu mas një orë Rozana me Lajertin? Një orë pas nata? Po. Po tash, shiko, ata janë rival në lojë, na po flasim veç për momentin e ngjarjes, çka kanë bë? Mas një orë. Përveç darkës, po përveç darkës që edhe plus
kur u kthy gjesti janë munu me pozitivitet me prit. Unë e kum pa një pozitivitet të tret. Po normalisht të ata barabartë. kanë me prit, sa i s'ju ka bë kur gjë mos me prit mirë. Jo, ajo është Po, dëmtimi vetës. Dëmtimi vetës kur e pret një Ajo, qëre? Ata e kanë dëmtu vetën. Ata e kanë Do thonë ndonjë filojës për shkak manifestu të gjillokut që kanë pas. e kanë manifestu fitoren e tyre si 4 finalist. Nuk e kanë diskutu hiç, edhe në çdo moment që kanë nisë me diskutu ka ardhur një kujdes mikrofonin, kështu që Tani- kanë nolë dhe s'kan diskutuar. Tani bravo, tepër. bravo. Tani vetëm ka dhe gjë tjetër. Ka dhe gjë tjetër. Emri i gjestit si finalist është në gojën e secilit kur këta janë pyet kush janë finalistët. A jemi dakord me këtë? Që do të thotë ata dhe ne bashkë e kanë ditë se edhe aty brenda e ndjen situatën. E kanë ditë që ai do jetë finalist. Dhe patjetër, Dhe jo vetëm. bravo, nuk ka qenë një surprizë për ta. Kjo. Domethënë, Po. surpriza e vetme ishte që si ishte Gerta. Se edhe unë prisja të ishte Gerta, Po. në fakt. Që është e vërteta. Unë prisja të ishte Gerta. Që kanë thënë. Që shemi që të Gertës, a është ndru për shkak ndodhisa, apo Pa jam më burë se këta janë muhabete që si dim nuk i vërtetojmë dot. e kupton? hamencim. Po jo, ma nuk besoj, ma mund të ketë pas vota, nuk s'ka lidhje, nuk e besoj këtë gjë. Unë po them tjetër gjë, se nga njerë pret me dal dikush dhe del dikush tjetër, po s'është si ka. Ama gjestin Ama gjithë e është kena katërshja më meritore që e ka pas Bigu në herë. Pavarësisht që edhe Gerta ka luftu shumë, por Egli ka dhënë pak më tepër prej vetës se sa Me Gerta. thonë drejtën, Ka kaluar disa pushime, domethënë gjatë asaj kohe të Bigut. me thonë drejtën, unë Egli nuk e prisja sepse Edhe që ka ndodhur pushime Jo, edhe në a bëjmë ta bëni pyetje drejt për drejt. po me Në emisionin e para 2 jave ku pa ashtu punon Gjeneta, shëndret dëgjova ti shtasu shumë interesant me diçit pjesë. Në Top Channel ja kanë uru fitoren e finales Rozanës të mërkurën, e cilat shtunën do duhet të dije kush është finalist. Këto e dini, ai që e përcjell Top Channelin, Po. qa është kjo drish? Tash normalisht Nuk e di që këtë- trotuari xhirohet, po çajo ka qenë ndoshta ndonjë, ç'sh më thon, një glitch i Top Channel në përgjithësi, edhe një huqe e madhe, dhe unë mendoj që pak a shumë çdo produksion e din ç'sh janë të shku votat paraprakisht. Në Votat, krah me Gertën është dasht pa asnjë më dyshje që kam është ditë që kam shkuar Rozana. votat mund të ndryshu pse Fanbase-i Rozanës është shumë fanbase-i Rozanës në krahasim me Gertën është shumë më i lartë edhe më i madh. Edhe dinamizmin që ka pru Rozana është prit që Rozana ka më shku në finale. Nuk është prit që Gerta ka më mujt Rozanën. Ta ka pru Rozana? Dinamik. Cila është dinamika që ka pru Rozana? Jo, mos ju përgjigj, se as kjo s'mu përgjigj mu për Gertën, mos ju përgjigj. Ja, kur përgjigjet për Gertën, do t'japi për përgjigje. Shumë let mu ju përgjigj, po nuk është ideja tash unë me analizu pse Gerta nuk ka shku në finale. Unë mendoj që Rozana e ka meritu pse ka shku në finale, sidomos në çat televotim. Rozana, ama temën shëndret, temën e kena që kanë shku shta finalist, që ta 4 finalisti, sa Tani, për te. Shëndrit, kam rride shtu Shëndrit, më fal pak, menaxher, më fal, vetëm një fjali do them dhe ju le pastaj. Pa tjetër. Tani, unë jam i bindur që edhe vetë Gjeneta e din dhe e pranon që Rozana ka meritu finalen. E din dhe Gjeneta. Po prit. Po që meriton me kon finale, po ma shumë se Gerta jo. Prit. Ti e ke qartë që ajo meriton finalen. Tani Gjeneta është duke u sjell pak si Neda, që mjafton ti jesh kundër Rozanës, se si kas me këto tjerët. Pra, tani Jul, mos më krahaso kur me asnjë njeri, le t'jetë e para dhe fundit, nuk po qesh. Tani edhe një herë, dëgjoj pak. O Gjeneta, dëgjoj Julin E pak. fundit, ka është më kjo puna ju në Shqipëri, se vetë kini qatë me krahasu njerëz. A ju friksoni argumentet e që ta keni qatë me krahasu njerëzit. Mos të nervozoni. Jo bre se, ti e dhe kur më bënë mu nervoz që shragojo në. Tani edhe një herë. Tiko, a di pse, sepse tashin kemi 4 finalistë. Dgjoj, a kemi Për atë qik tash le me fol, shuj. Me gjithë Po s'ka marru. Po, am pyte, lem tash,
Jo, nuk e ka pyeta. me drejtë me repliku. Po s'pyeta moj. Po ti ma gjujte një fjalë edhe po replika. Pa ja, pas është konstatimi im, më lër. Ta kisha Tash pas më lër mu të nje, që për populli, që ç'ke ti prit. Big Brother. Ja O kishit jo, trut jashtë. o jo Zeza, çto mos tej që ti dha ty tani. Jol, a dëgjove kërkesën e Shëndritit? Ha. A thuj edhe ja Shëndrit? Thash, paramenomi pas po këta dy mrena në Big Brother. Na Po çka kishit ki trut 2 jashtë. javë, po 2 javë kishte nejt kjo. Kush? Po, Po, Shëndira. që ti para Jo, një s'ka 72 bjo, orë veç. këto janë. Nëse jo, po thoja që, shiko, nga që janë 4 finalistë, për mendimin tim, nëse do me